Turistët e pranverës kanë nisur të mbrinë në Sarandë, edhe pse në numër të vogël duket se tashmë qyteti po lë pas periudhën e dimrit. Vetë qytetarët e Sarandës pranojnë se qyteti ka vizitor vendase të huaj gjatë gjithë vitit, por kryesisht në pranverë numri tyre shtohet ndjeshëm në pritje edhe të sezonit veror. Vinë, po sigurisht në periudhën e dimrit ka shumë pak, po tash në pranverë fillojnë. Sidomos nga Kosova, nga Maqedonia vinë nxënës shkolla, vinë. Ka. Edhe nga Greqia veriore. Ka grupe turistës që vijnë për vizitë. Jo turistët se s'ka filluar akoma, është vijnë grupe, 1 ditor, 2 ditor, edhe tani për. Po këtu s'ka shumë ndryshime të mëdha, dimër e verë. Ka banor në behar, ka në dimër, pa ndërprej. Turista ka? Qarkullojnë? Po kanë filluar e vinë turista. Por qytetarët në intervistat e tyre për Blu TV pranojnë se ka ende probleme, duke theksuar se infrastruktura, uji i pishëm dhe parkimet janë problematikat me të cilat përballet sot Saranda dhe ende nuk ka një zgjidhje. Bashkia merit me një çik më të ngadalshme. Po Saranda ka shumë nevojë për një 2-3 gjëra. Për çfarë? E para ujë, 12 orë s'ka ujë. Uji i pishëm nuk ka. Uji i pishëm. Ajo rruga aty, nga turizmi, deri te kanali Shukës, duhet bërë shëtitore dhe është një vepër e madhe po të bëhet. Nuk ka parking. Në behar mbushet më shumë me makina se me njerëz. Saranda ka nevojë për rregullimin e infrastrukturës. Këtu parkimi është jashtëzakonisht i vështirë. Jo vetëm në sezonin pikë të beharit, po edhe në sezonin e dimrit. Këtu s'ka vend ku të lësh makinat, është e domosdoshme. Infrastruktura rrugore, uji i pishëm, parkimi këtu janë të domosdoshme. Mos pyet për atë, se ka shumë nevojë Saranda, se është një terren shkëmbor. Nuk ka hapësira plazhe për të ashtu. S'ka kapacitet të ndër shumë. Ja ku është kjo bregu nga turizmi deri te porti, vetëm kjo është. Andaj pastaj është privat, me shkem. Po parkimet? Parkimet kanë filluar që po i heqin trotuaret, po i zgjerojnë rrugët, me qëllim që të bëhet dhe parkime anash. Po parkime, të bësh parkime si që bëhen në vendet e tjera, këtu është të vete kostua shumë e lartë, sepse është shkëmbor, do bëhen me çakiç, ka probleme shumë, ka shumë probleme Saranda për të rregulluar. Këto probleme që janë sot të Sarandit janë shumë të shkuara, sepse ndërtimet në Sarandë nuk janë bërë me perspektivë atë që thoni juve, që të mendojnë për parkime edhe për rrugë. Janë bërë ndërtime, domethënë kjo është, janë bërë ndërtime të pa kriter. Shikoje brezin e parë të pallate 5 kaçe dhe 10 kaçe në buzë të ujit. Pra, këto gjëra tash kanë filluar me këto rrugë që po bën bashkia, parkimin ta zgjidhin domethënë tëra rrugën në Sarandë do të bëhen me një kalim. Domethënë të ketë vend për parkim, krau i djathtë gjithmonë do jetë parkim i makinave. Në sezon vere është katastrofë. Në sezon vere është shumë i vështirë. Ky bulevardi që është bën, po të vish në sezon vere nuk kalon dot, sidomos në bazditë. Saranda në pritje të sezonit, turistët kanë nisur të shtojnë, por qyteti ka ende sfida përpara dhe probleme për t'i zgjidhur.